Shumë faleminderit. Shumë faleminderit, mirëmbrëma. Edhe jam I bindur që tani jeni duke thënë mbasi Bela foli kaq shkurt, sa shkurt do flasë ky tjetri. Po ju siguroj që do flas më shkurt se sa Bela. Dua t'i kthehem gjithë prezantimit për ta parë nga një kënd tjetër që më duket I rëndësishëm për të ndarë me ju dhe dua të them që e gjithë kjo infrastrukturë nuk ka nevojë për shumë detaje, po mjafton gjithë pamja e rrugëve. E gjithë kjo infrastrukturë që ne kemi projektuar dhe ndërtuar dhe do të vazhdojmë ndërtojmë, është një infrastrukturë e standardeve europiane që nuk ekzistonte. Dhe në pamje të parë 12 vjet duken shumë për gjërat që njerëzit presin edhe për gjërat që duhen bërë. Por keni parasysh që norma mesatare ose më saktë minimale e ndërtimit të infrastrukturës në Europë, dhe nuk flas për vendet vogla, flas për Gjermaninë, flas për Francën, flas për Britaninë e Madhe, flas për fuqitë e mëdha të Europës në ndërtimin e infrastrukturës është 7 deri në 9 vjet. Ka projekte të cilat janë bërë të njohura për faktin se kanë marrë edhe 25 e 30 vjet. Por dihet botërisht që nga vendosja, nga marrja e vendimit për të ndërtuar një cop infrastrukture tek përgatitja e gjithë fazave për të angazhuar pastaj forcat për një projekt tek përfundimi I projektit, nëse gjithçka shkon më së miri dhe normalisht në ato vende gjithçka shkon më së miri se ata mos e harroni nuk kanë probleme buxheti, është 4 vjet. Dhe pastaj realizimi konkret në praktik, nëse gjithçka shkon mirë, në totalin e vet është 9 vjet. Tani, keni parasysh që ne kemi pasur rrugët, por asnjë rrugë, dhe kur them asnjë rrugë, them asnjë rrugë, as të projektuar me standardet e Bashkimit Evropian dhe as të financuar. Duket si absurde, por të gjitha rrugët që për cilat është bërë një propagandë e madhe kanë qenë inaugurime dhe tendera të pafinancuar. Pra, nëse një aks, po themi, kushton 30 milion euro, është hedhur në tender dhe I është dhënë dikujt duke vënë në dispozicion nga buxheti 1 milion euro. Dhe të tjerat kismet. Fillojmë. Dhe kjo ka qenë arsyeja që e para, në mandatin e parë, ne nuk kishim asnjë mundësi të bënim asgjë tjetër përveç se të paguanim borxhe, sepse kompanive ju tha ecni se ja u kemi, kompanit ecën dhe në momentin caktuar ndaluan se s'kishin më fuqi. Dhe praktikisht ishin të gjitha me motorët fikur dhe në prag të kolapsit se nuk paguanin dot më punëtorët. Shifra totale e borxhit, ku nuk janë vetëm rrugët, por totale e borxhit ndaj kompanive në mandatin e parë, kur ne kemi marrë detyrën, ka qenë 700 milion. Pa llogaritur borxhin
e kompanisë së shpërndarjes së energjisë, që është ishte historinë vete jashtë 700 milionë, që ishte 1.5 miliard. Do më thënë, ka qenë një grop ku populli dhe fati e ka shpëtuar këtë vend nga rënja përsëri në një humner, njësoj si ajo e piramidave, por me një tjetër arsye. Dhe përveç pagimit të gjitha atyre borxheve, ne investuam sa mundëm dhe në projektime si fillim. Çështja e dytë me ato rrugë ishte, dhe marrim për shembull se nga gjitha këto, e vetmja rrugë ekzistuese sot është rruga e Tirana-Elbasan. Nga këto që janë këtu, është rruga Tirana-Elbasan, e cila, dëgjoni këtë, ka kushtuar 3 fishin e tenderit. Sepse ishte një rrugë absurde, pa projekt geologjik, fare, zero. Filluan rëshqitë dhe filloi një histori e tmerrshme me kompaninë që i kishte marrë, kompaninë ndërkombëtare, dhe në mënyrë të vazhdueshme ushtua kostoja e asaj maskarade aty. Ndërkohë që në rrugën e Arbrit ne morëm vendimin që të shkojmë me partneritet publik-privat. Sigur ne rrugën e Arbrit ta kishim bërë me tender dhe me një fond të parashikuar X, ne sot nuk do të dilnim më nga rruga e Arbrit për shkak të tunelit Morizit, i cili shfaqi një paparashikueshmëri shumë të lartë, nxoroi nevojën e riprojektimit të gjithë armatimit të brendshëm, me një buxhet të jashtëzakonshëm krahasuar me variantin e parë, dhe në bazë të kontratës së bërë me kompaninë që ky është i partneritet publik-privat, ti do investosh, do më mbarosh rrugën deri në këtë datë, dhe pastaj për gjatë 13 viteve do ta mirëmbash, dhe ndërkohë unë do ta shlyej hap pas hapi, ama nëse të del diçka e paparashikuar e ke ti, të gjitha ato rëshqiti, ato historira i pagoi kompania. Dhe qeveria, taksapaguesit nuk kanë asgjë fare për të paguar përveç asaj që ishte parashikuar që në fillim. Tjetra që dua të nënvizoj është janë bërë projekte, janë hapur tendera, më saktë se projekte s'ka pat, gjatë gjithë aksit po ta shikosh, duhet pas parasysh se çfarë keni parë në realitet, gjatë gjithë aksit nga Shkodra deri poshtë. Po nuk është bërë kur, jo vetëm nuk është bërë kur një rrugë me standarde, që të ketë lidhje me një koridor evropian, por në ndërkohë që janë ndërtuar arna pas arnash, është lejuar pushtimi i rrugës nga dy anët. Është stimuluar, jo lejuar, por stimuluar pushtimi i rrugës. Dhe i njëjti fenomen është po kështu edhe poshtë. Aty ku e përmendi Belinda, në rrugën që shkon poshtë drejt Fierit, të Ren, ne do të duhet t'i shmangemi në disa herë dhe në mënyrë të konsiderueshme aksit ekzistues, i cili u pretendua se po ndërtohej për të qenë autostradë. Ajo s'është autostradë. Ajo është një rrugë rreziqesh. Kështu është katëndisur. Për shkak se projektuar keq dhe vendosur në mes dhe lënë që të popullohet me lloj-lloj godinash. Kështu që tani me këto projekte ne do kemi 2 autostrada të kategorisë A, që janë 2 autostrada që lidhin Shqipërinë me gjithë rrjetin
e autostradave të Bashkimit Evropian. Korridorin blu, dhe kur ne kemi lançuar korridorin blu në fillim fare, talleshin me ne. Qa do bëjnë këta, do lundrojnë në tokë, s'merr vesh piktori dhe i thot me ngjyra, po asfalti është i zgjidhur, në muhabet e tyre. Dhe po ashtu korridorin e 8, i cili është komplet tjetër nga çfarë ishte. Në ndërkohë, logjika e të gjithë pjesëve të tjera të investuara dhe për të investuar është eksaktësisht ajo që u përpoq të shpjegonte Belinda, logjika e bërjes së rrugëve për të sjell më shumë ekonomi, qoftë për njerëzit që i aksesojnë, qoftë në shkallë kombëtare. Dhe nga ana tjetër, për të hapur në mënyrë të vazhdueshme shtigjet dhe për të rritur në mënyrë të vazhdueshme hapësirën në shfrytëzim të një vendi që ka ambicien të bëhet kampion i turizmit në Ballkan. Dhe faktikisht ky është rrjeti i rrugëve i akseve kryesore kombëtare. Nëse ne do të vendosnim këtu edhe rrjetin e akseve jo kryesore, po përsëri kombëtare, të cilat bëhen në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, atëherë ju do shikonit që brenda për brenda këtyre zonave ka të tjera rrugë të reja, të rindërtuara, të cilat synojnë pikërisht atë që do të synonte dikush që do të ndërhynte në një organizëm ku arterjet janë bllokuara, ku qarkullimi i gjakut është konfuz, edhe ku kolapsi është eminent çdo ditë. Pra, kemi krijuar në mënyrë të vazhdueshme damar dhe arterje, të cilat jo vetëm të funksionojnë në vetvete, siç bëi dikur, hajde na bëj rrugë këtu se kemi ca njerëz janë me ne, po s'do na japin më votën, t'ja u bëjmë atyre se kur vajta unë atje më dolën etj. Në rrugë të cilat nuk kanë kuptim pa njëra tjetrën. Dhe po të shikoni panoramën e gjithçka që është bërë në gjithë këto vite, është pikërisht krijimi i një rrjeti damarësh dhe arterjesh, të cilat të gjitha bëjnë sens sepse janë të lidhura me njëra tjetrën. Jo vetëm sepse janë aty në vetvete për një pjesë njerëzve. Dhe e fundit që dua të them, po të shohim sot Shqipërinë turistike, ne faktikisht kemi një shfrytëzim shumë intensiv të nuk e di se kam bërë me përqindje, po të një fashe shumë të ngushtë, që është fasha që i përket detit, edhe të pikave ende shumë të rralla brenda në territor. Ndërkohë që pasuria më e posaçme e shqiptarëve në aspektin e thesarit të natyrës në funksion të ekonomisë nuk është kjo. Është gjithë kjo që është këtej brenda. Dhe mbi të gjitha janë zonat malore të Shqipërisë, qoftë në veri dhe në veri lindje, qoftë në jug dhe në jug lindje. Pse? Sepse aty, në një fazë tjetër, Shqipëria do mund të çliroj kapacitete të jashtëzakonshme të një turizmi që sjell konsumator të nivelit lartë. Dhe por ama patjetër që kjo fasha këtu është themelore. Dhe ajo që e bën unike Shqipërinë, po ta shikoni në raport me vendet e tjera rreth rrotullt, është që të dyja këto i ka shumë afër. E para njëherë që të dyja këto i ka. Dhe jo vetëm i ka, po i ka ndryshe dhe i ka me shumicë. Shqipëria është shumë e vogël dhe ka 2 dete. Shqipëria është shumë e vogël dhe ka 9
lumenj që e përshkojnë. Shqipëria është shumë e vogël dhe ka vargmale të tërë që janë shumë afër detit. Pa llogaritur liçenet e mëdha dhe një numër shumë të madh liçenesh të vogla. Për shembull, ndër ato rrugët e brendshme, këtu nuk figuron, po është rruga e Lurës, e cila është drejt përfundimit, për shembull, dhe plot të tjera si ato. Dhe e gjithë kjo që deti po i sjell Shqipërisë është jashtëzakonisht e rëndësishme në këtë fazë, por në një fazë të dytë do të jetë themeli i asaj që Shqipëria do të ndërtojë në gjithë pjesën tjetër, ku do të jetë realisht një Zvicër, një Austri e Ballkanit. Dhe kur them Zvicër, Austri e Ballkanit, për sa i përket turizmit kuptohemi, jo Zvicër, Austri e Ballkanit do me thënë nivel më i ulët se Zvicër dhe Austria, por njëti nivel në pjesën, po kjo i takon dekadave të tjera. Ajo që i takon kësaj dekade, dhe pludhem në fundit me kurudhat, ajo që i takon, dhe një gjë tjetër me atë qendrën e monitorimit trafikut, sepse ajo është pjesë e gjithë kësaj. E gjitha kjo pa atë përsëri është e paplot. Ndërkohë që qendra e monitorimit trafikut, e cila është gati edhe faktikisht po bëhet një punë e posaçme për të trajnuar gjithë stafin, do të lidhet me projektin që ne kemi nënshkruar, financuar patjetër, dhe është dizenjuar me Emiratet e Bashkuara për të pasur të gjithë territorin, duke filluar nga qytetet, qendrat e qarqeve dhe pastaj qytetet e tjera, por qendrat e qarqeve, spitalet, institucionet publike, shkollat, me radhë pastaj akset kombëtare, në një sistem kamerash inteligjente. Sistemi kamera inteligjente do bëje, dhe i cili do jetë, këta njerëz që do jenë këtu, dhe ato ekrane do shohin gjithë Shqipërinë në kohë reale. Do shohin çdo rrugë në kohë reale, dhe jo thjesht do shohin çdo rrugë në kohë reale këta, por sistemi është i tillë që në mënyrë të menjëhershme do sinjalizoj këtu për një rritje shpejtësie. Një rritje shpejtësie në një pikë caktuar të Republikës Shqipërisë, aty ku janë kamerat në akset kombëtar, sinjalizohet këtu. Pra nuk do ketë më polic në rrugë, më fare. Punojësit e policisë do jenë të organizuar në një mënyrë tjetër, që t'jenë të gatshëm nëse është nevoja që ata të shkojnë atje kur ka diçka që duhet jetë policia, po jo të rinë atje edhe të dalin e thonë ndalo pak e të filloj ajo. Sistemi i kontrollit në kohë reale të shpejtësisë do bëj që jo vetëm nga njëra anë gjobat të jenë të menjëhershme, dhe ajo që ne po punojmë është që gjoba të vijë në iPhone bashkë me portretin tënd, bashkë me gëzimin që ke në faqe kur ndjen adrenalinën e shpejtësisë. Në kohë reale me i herë aty të vjen edhe me një përshëndetje, kalofsh mirë, kujdes deri në shtëpi mos e përsërit prapë se vjen prapë. Por përveç se gjobat do t'jenë në kohë reale transparente, kjo siç ka treguar sistemi ku përdoret, do të ketë një efekt të jashtëzakonshëm mbi uljen e aksidenteve, sepse do t'i shkojë shumë shtrenjtë adrenalina në qoftë se do insistojnë patjetër që të bëjnë aksident. Dhe e fundit, sistemi do të ketë një kapacitet të panjohur më parë nga forcat e sigurisë për identifikimin e personave problematik, po jo problematik në raport me person kërkim, por edhe në raport
me mos pagesën e sigurimit makinës, për shumë. Nuk mund do të makinat dalin rrugë e pa siguruar, pa u parë. Dhe për të kaluar e fundit tek se kjo hyrja e Tiranës, se Belinda i quajti hyrja e Tiranës, është faktikisht hyrja për Dibër tani, se Dibra u kthye në u kthye si Dibra u kthye si zona e Washingtonit, që është pak më larg, po në fakt është zona ku merren gjitha vendimet. Prandaj ka dhe atë lulen e madhe. Se i duhet dhe i lule tjetër Dibranëve. Po për Ekurudhat do them vetëm këtë, që e para ne, siç e tha më parë në prezantim ministrja, kemi filluar punën për Tiranë-Durrësi në 2014. Tani, pse e them? Sepse të ndërtosh Ekurudha sot, ose vepra të mëdha të këtyre për masa, dhe të jesh jashtë Bashkimit Evropian, është një gjë heroike. Heroike. Pasi ajo që na ndodhi ne, ishte që ne aplikuam në 2014, morëm okej në 2015. Dolëm dhe thamë që do bëjmë Ekurudha, duke marrë fjalën e tyre, dhe pa e njohur mirë si funksionon makineria. Dhe ne thuaj do bëjmë Ekurudhën, shtyu koha, dhe faktikisht puna reale, ajo që thash e projektimit dhe financimit të Ekurudhës, ka filluar në 2020, që t'jemi të qartë. Pra e përfundimit projektit dhe financimit. Dhe ndërkohë, për të gjitha Ekurudhat e tjera, ne jemi sot në një proces më të avancuar pikërisht sepse kemi hyrë më thellë me rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian dhe jemi përfituesit deri tani kryesor nga plani i ri i rritjes i Bashkimit Evropian, sepse kemi bërë të gjitha detyrat që kemi marrë përsipër. Ama dhe mbylla, nëse shqiptarët duan që të gjitha këto Ekurudha dhe vepra të tjera të nevojshme, por edhe financime shumë më të konsiderueshme për ato nuklet ekonomike, të ndodhin më shpejt se sa kapacitetet tona të brendshme, duhet kuptojnë që këto mund të ndodhin më shpejt vetëm duke bërë antar të Bashkimit Evropian. Sepse aty ndryshon komplet logjika. Për të gjitha këto vepra, ne kemi marrë ose financime ose angazhime për financim nga instrumenti i WBIF-it, që është fondi i investimeve të Ballkanit Perëndimor, që mbështetet nga Bashkimi Evropian, por që është 90% kredi. Pra, Bashkimi Evropian na ka ndihmuar ne për këto. Dhe në totalin e vet, në Shqipëria ka marrë nga Bashkimi Evropian, pa llogaritur këto angazhimet e fundit, diçka më shumë se 1 miliard. Por 90% kredi. Jo kredi komerciale, po prap kredi. Do me thënë kredi që peshojnë në buxhetin tonë dhe në angazhimet tona. Nëse ne dhe kur ne të bëhemi, se nuk është puna nëse, por kur ne të bëhemi antar të Bashkimit Evropian, ne do të marrim diçka më shumë se 1 miliard çdo vit, dhe 90% do jenë grant. Pra parafytyroni se çfarë ndryshimi ndodh në gjithë panoramë, nëse ti e di që në 4 vjetët e ardhshëm, ose në 7 vitet e ardhshme, se janë 7 vjeçare buxhetet e Bashkimit Evropian, në 7 vitet e ardhshme, ti ke 7 miliard që i ke të tuat. Jashtë buxhetit tënd, jashtë angazhimeve të tjera që ti mund marrësh me kredira. Ti 7 miliard i ke të tuat. E di çfarë do të thonë?
që ti të kesh mundësi të planifikosh gjithë transformim, jo duke e ndërruar dhe pastaj duke luftuar çdo ditë si të mbledhën më shumë para këtu, duke shkuar atje, duke u lutur atje, duke bërë këtë, duke pritur atë, jo burokracia, jo këto. Por duke pasur që në fillim. Është ndryshim epokal. Është Shqipëria në një nivel tjetër, komplet nivel tjetër. Është totalisht nivel tjetër. Dhe prandaj unë këmgull që futja jonë në Bashkimin Evropian tani është një fat që na ka ardhur në dorë dhe është një mundësi që është krijuar nga rrethana që nuk janë vetëm për meritën tonë. Ne kemi bërë punën tonë, sepse e kemi arritur të bëjmë atë që në fakt unë gjithmonë kam folur me gjithë bashkëpunëtorët e mi, ne duhet jemi aty në vendin e duhur kur të vijë momenti i duhur. Se kur vjen momenti i duhur, këtë nuk mund ta dim. Se nuk dim se kur ju ndryshon atyre mendja dhe thon hape dera. Po ja që ndodhi një tragjedi e luftës, ndodhen ca rrumuja tjera më pas, dhe tani dera është hapur. Dera është hapur, por përsëri ne nuk e dim sa kohë do rrihet hapur. Ne dim që na është dhënë një hapësirë 2 vjet deri 2027, që ne të mbyllim gjithë negociatat dhe këtë hapësirë na kanë dhënë ata. Pra, ata nuk kanë nga shkojnë deri në 2027 nëse ne bëjmë gjitha detyrat. Po mbyllim negociatat, ndryshon komplet pozicioni. Janë 27 vende që duhet ta marrin Shqipërinë dhe ta miratojnë në parlamentet e tyre sipas procedurave që kanë, por ama ne i kemi mbyll negociatat. Nëse ne nuk i mbyllim negociatat dhe zvarritemi, dera mund të mbyllet. Dhe mund të na ndodhi larg qoftë siç i ka ndodhur të tjerëve. I ka ndodhur Maqedonisë. Maqedonia është bërë kandidat në 2005. Në 2005, 20 vjet përpara, ata u bën vend kandidat, i pari vend kandidat i gjithë Ballkanit. Dhe ju dha një dorë për të shtyrë përpara. Për një periudhë kohe ishin një shembull që përmendej gjithmonë Maqedonia, sot janë ku e ku mbrapa nesh. Sepse ju mbyll dera për arsye të tjera. Malizi i ka filluar negociatat në 2012. Ishte deri në fund gati që ti mbyllte, tani u ndroi metodologjia, tani Malizi është me ne, është në një korsi. Serbia i ka filluar në 2014, është ku e ku mbrapa nesh tani. Kështu që ne kemi këtë moment që na janë përputhur yjet. Ylli i fatit ton me yllin e fatit të BE-s dhe duhet ta shfrytëzojmë. Kjo është ajo që duhet thoja unë në përmbyllje dhe pavarësisht gjithave jam absolutisht shumë krenar që ja kemi të dalim nga një grop shumë e madhe si ajo e borxheve. Sot ne nuk kemi asnjë kompani, dhe janë shumë kompani që punojnë në Republikën e Shqipërisë, që punojnë me infrastrukturë. Janë shumë kompani, nuk janë 2-3. Ne nuk kemi asnjë kompani që shteti t'i ketë 1 euro borxh, e para. E dyta, ne sot për shkak të gjithë insistimit tek standardet, kemi disa kompani që kanë filluar të punojnë në Europë, shkojnë atje, bëjnë punë për Europën, sepse e kanë rritur shumë nivelin e tyre, dhe kemi një nivel pagash në këto kompani që është ku e ku me qa ishte. Por, po qesë se do kemi dhe atë mbështetje që thash që vjen si pasojë antarësimit në Bashkimin Evropian, atëherë se sot ne jemi si ata të dashurumit që ti je i dashurum
ajo të shef me dyshim. Edhe të fton të shtëpia e prindërve të dielën. Ti vishesh, rregullohesh, zbukurohesh sa mundesh, shkon atje, përpiqesh si dhe shmirë etj. Pastaj del dhe rri pret dielën tjetër. Pret dielën tjetër. Se dhe rri pret, si ju duka vjerit arshëm, si ju duka vjerës arshme, çfarë tha kunata, si arshme. Është të merjo. Dhe natyrisht, ata janë familje e pasur. Ajo ka një familje të pasur. Ti je dinjitos, po në momentin kur ti futesh atje, edhe të thot vjeri me vjerën, do marrësh drejtimin e kësaj pjesë të kompanisë tonë. Ti kalove dhe bërë aksioner. Shkon, pastaj thua, aman i shas, po më ftojnë të dielën se nuk kam kohë. Apo